Një video nga koncerti i yllit të muzikës pop Dua Lipa në Los Angeles ka bërë xhiron e rrjetit dhe ka shkaktuar zemërim të madh. Videoja tregon këngëtaren shqiptare duke ju afruar fansave për t'i përshëndetur dhe bërë foto me ta, por një burr shfrytëzon momentin dhe e prek në mënyrë të papërshtatshme në pjesët intime. "Faleminderit që jeni këtu", i tha Dua njerëzve që ndodheshin në rreshtin e parë, duke e përqafuar fansin e saj. Megjithatë, videoja tregon qartë se ai vendos dorën fillimisht në shpinën e këngëtares dhe më pas e lëviz poshtë në vithet e saj. Rojet e sigurisë reaguan menjëherë dhe e ndaluan menjëherë sjelljen e papranueshme të fansit. Ky incident ka shkaktuar sa kaq një valë të fortë të reagimesh në rrjetet sociale. Një vajzë që postoi video në platformën X shkroi: "Kjo më acaron shumë, Dua po përpiqet t'u afrohet fansave të saj dhe disa njerëz e marrin këtë në mënyrën më të keqe të mundshme. I urrej njerëzit e tillë." Fansat dhe ndjekësit e këngëtares kanë reaguar të gjithë me zemërim dhe kanë kërkuar respekt ndaj artistëve gjatë performancave live, duke rikujtuar rëndësinë e sigurisë dhe respektit në eventet publike. Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa raportohet se ka pësuar një lëndim trupor gjatë turneut të saj në Amerikë dhe ka pasur nevojë të kontrollohet nga një radiolog para se t'i jepet drita jeshile për të vazhduar performancat në skena ndërkombëtare. Fansat e saj u alarmuan kur e pan këngëtaren me shenjat e errta në shpatull, duke ngritur shqetësime se mund të kishte dëmtuar rënd veten. Megjithatë, sipas gazetës The Sun, Dua ka marrë lejen për të vazhduar turneun pas kontrollit mjekësor dhe pasi dëmtimi ka ndodhur gjatë disa momenteve të pushimit nga performancat. Një burim pranë saj tha se këngëtarja i është nënshtruar trajtimeve të fizioterapisë për rikuperimin e plot, por turneu do të vazhdojë pa ndërprerje. Lëndimi ndodhi gjatë një kohe pushimi nga turneu, ka qenë e dhimbshme, por pas kontrollit nga radiologu i është dhënë drita jeshile. Turneu do të vazhdojë ashtu siç ishte planifikuar, thjesht një prej këtyre situatave e kupton, tha burimi për median britanike.